vlogbas numër 5, jemi të 5 sot, po, jemi të 5. Jam vonë, sepse kam një intervistë pune, tani në orën 11, ora është 12 minuta, por duhet të dalë shpejt sepse intervistën e kam në mullet, kështu që është pak sa larg dhe më duhet pak kohë që të vete me makinë. Po, sa bukur I pas kam vënë pantallonat tu e pas kam knash. Okej, këto pësëlluam pak hekur, se ashtu se I kisha vendosur unë. Janë zhubrosur, po mendoj të vesh kolonat serioze të zeza, kjo duhet jetë në rregull. Me këtë këmishën blu. Edhe pallton e zezë dhe çizën me pak tak dhe jam okej. Si duken bashk? Edhe shumë të ratshme sepse janë të lirshme. Make-upin e kam bërë, vetëm të vendos orën që e kisha në toalet. Por edhe vëthët, unazat duhet I kem në toalet. Tani se di flokat, mirë I kam, apo pick-upin kapsë. Sigur se kam rahat. Okej, gati jam, duhet të ha do një gjë, të kisha pirë edhe kafe. Se disa kohë kam që të ha do një gjë, shora 10:01, kështu që shkoj të ha do një gjë ka kuzhina, edhe të marrë dhe kafe, të pakën të marrë me vete. Kam në kondicioner në hapur këtu. Edhe këtë javë njerëz na kam mbyt shiu, ka qenë të merr. Sot vrojnë do duket, po s'duket sikur ka shi. Ta dini ju sa me përtes si kam intervistat, po s'kam që bëj, se kështu funksionon. Është një kompani që më duke lezetshme, është distributore në disa supermarkete, cash and carry. Kështu që më duke interesante për t'i bërë marketingun. Jam dërguar në fakt, kur kam dërguar CV, jam dërguar shumë për zgjedhëse, kam dërguar vetëm për vende që mendoj se do të më përshtateshin dhe do kisha qejf të bëja marketingun e tyre. Kështu që I hulumtoj përpara se të dërgoj CV, bëja ato kërkimet e mia, shembull çfarë merre, sa vite kanë në treg, sa të besueshme janë, dhe pastaj dërgoj CV-n. Po ha një nga këto duke sekura, thjesht më të pirë kafe nesër dhe dalim. Sa po dola nga intervista dhe nuk më pëlqeu fare. Po fare. Ishte në mullet, shumë larg, afër zipline-it. Okej, larg si kilometra, se kështu as trafik asgjë, unë gati 16 minuta erdha. Një godinë e vjetër, që shërbente si magazin për disa produkte, se thash që është një kompani distributore, po prisja më shumë, zyra shumë të vjetra. Edhe zyra ku bëm intervistën ishte një sallë mbledhje e viteve 2000, akull e ftohtë, ca televizora, ca kompjutere si të braktisur. Oh my god, jam ndirë shumë keq, shumë siklet. Ajo goca më la që të prisja pak, po ndihesha super në siklet, nuk e di, sikur isha me sa zgjëje. Shumë e sikletshme njerëz. Edhe aty ishin shumë pak punonjës, ishin rreth 12-13. Ideja është unë tani po kërkoj për një kompani të madhe, serioze, të ketë vite në treg, e stabilizuar. Ata nuk kishin fare një departament marketingu dhe donin një person që t'i bënte të gjitha. Kishin një designer të jashtëm që bënte thjesht katalogun, nuk e dinin çfarë donin, ishte shumë të paqartë. Sepse jam shumë dakord kur është një kompani
që do të krijoj departamentin e saj të brendshëm të marketingut, edhe nxjerr njoftimet, kërkon specialistin apo menaxherin e marketingut, kërkon dizajnin dhe formon gjithë grupin për që i duhet për të bërë marketingun e brendshëm të kompanisë. Por ata thoshin, ne kemi një dizajn të jashtëm që na bën flyerin, katalogun e postimeve, dhe duam dikë tjetër këtu brenda që të mbulojë. Se deri tani goca e burimeve njerëzore bënte dhe postimet në social media. E kuptoni? Çfarë lëmshë. Nuk më ngroh fare, po fare. Por më tepër që edhe zyrat nuk më pëlqyen. Nuk e di, nuk më pëlqen fare. Nuk është se ju thash gjë, gjithsesi, unë me time kam vendosur që jo, çfarë do dhe përgjigje që të kthejnë ata, nuk më pëlqen të fare që të filloj. Kam dhënë intervista edhe në vende të tjera, kam dhënë 2 kompani që mua më ka pëlqyer shumë. Intervista ishte shumë e rrjedhshme, bëheshin pyetje, do të thënë kam bërë intervistë me 3 persona të tjerë, që ishte për shembull shefja e burimeve njerëzore, ishte 2 persona të departamentit që të bënin pyetje specifike të profesionit. Dhe janë dhirë shumë mirë, pavarësisht ka pasur dhe intervista që bëjnë të pyetje të tilla të sikletshme dhe për mendimin tim nuk janë në lidhje me pozicionin e punës ose që i bëhen një kandidati për punonjës. Të tipit me kë jeton, je martuar apo jo, ke fëmijë, ose njëra ishte lezetshme fare. Më tha, ti je 30 vjeç apo jo? Po, 30 vjeç jam. Tha, do më thonë, ke plan të bësh fëmijë? Nuk e di, ajo pyetje më acaroi nervat kështu dhe përgjigjja ishte, po ti tash ç'plan të ketë Zoti, por ne jemi pritur është kurdoj që të vi. Nuk më duket fare etike dhe fare profesionale që të bëhet pyetja, ke në plan të bësh fëmijë, sa fëmijë ke, të tipit që në varësi të përgjigjes tënde varet ato të marrë për pozicionin e punës. Akoma në ditët e sotme 2025-s skualifikohen persona që kanë fëmijë të vegjël sepse llogarisin që ky person, fëmia mund të sëmurret shpesh me viroza dhe do marrë leje shpesh. Ose skualifikohet një person i cili është për shembull në moshën 30 vjeç dhe kuptohet që mund të ketë plane për të bërë një fëmijë në një të ardhme të afër. Dhe do marrin lejen e lindjes, nuk mund të marrin punonjës që për një vit do marrin lejen e lindjes. E kupton? Kështu që besoj që sistemi punësimi është pak lëmsh dhe i çuditshëm në Shqipëri. Sweet home. Mora një 2 gjëra të tjera, mora mollë, mora portokalle, mora dhe byte shtrylle, sepse dua të bëj. Të ishin në shtrylle importi, se në zgjë, se në rritu çmimet e këtyre fruta perimeve, ka gjëra sa mora unë, patate sallator, mora një kola thjesht doja vetë për më shoqëruar ushqimin tani në drek, edhe kushton 13.000 lekë 200. Shumë, një shtresor shumë fare. Këto si nga asnjë gjë kush e di, po thjesht më fiksua të bëja të kekun tim me lëre shtrylle, se më del shumë i mirë ai. Kështu që thash po i marr dhe po e bëj. Filloj një rishërimin e patateve, fundet i vë në furrë patatet, filetot në një vë të air fryerit dhe bëhen mikosisht. Videon time të 4. Feedbacku ka qenë përgjithësi i mirë me video, për lukun në fustanin e kuq, ka marrë komente shumë të bukura si në YouTube, ashtu edhe në Instagram, që shumë faleminderit që të gjithave. Dhe tani unë sa erdha në shtëpi, brathojnë, shikoni sa të bukur, por janë super cute, sepse është kjo roza e gjelit dhe ka një xhicë në vetvete, dhe duke shumë bukur, shumë të pastra. Kisha disa muaj, për mos të nga 3 herët e fundit, që unë i bëja ngjyrat e errta, edhe më ishte mërzitur, doja diçka clean, mundësisht doja akull, po thash doja jetë shumë e bardhë. Kështu që i bëra këtë rozën e lehtë me xixa dhe dolën shumë bukur. Kështu, tani
Tani po bëj kekun tim të preferuar me lëre shtrydhe. Te kam ndar vezët e ky procesja. Që duhet të hetim, që të pare shtetën, sigurisht, duhet të të bardha, të verdat. Të verdat e vezme me sheqerin. Kjo donte 200 gram sheqer. Nuk kisha marrë sheqer kafë, se është pak sa më i shëndetshëm, edhe pse me thënë të drejtën, unë kam provuar sheqerin kafë, kjo donte se më thënë më shumë, 200. E kam provuar sheqerin kafë, ta hedh në një gotë, në një filxhan, dhe kam lënë me ujë. Dhe duke lënë pak minuta, jo shumë pak minuta po ta lësh, sheqeri ndahet më vete dhe deli bardhë dhe lëngu ngjyrosë, kështu që nuk kam shumë sikur për vërtetësinë e sheqerit kafë, kështu që okay, po përdorim sheqerin e bardhë dhe po e përzij me vezë. Ndërkohë, në një tas më vete kam hedhur të bardhat e vezëve dhe ato do t'i rahi më vete. Nuk e di pse, fiks në ditën që unë bëj thonjë, historikisht, gjej të bëj punë shtëpie me dorë. Domethënë tani lava tavën, e përdora në drek edhe nuk isha shumë për të vënë lavastovilje, e lava me dorë. Këtë e lava me dorë, do lej tualetet, kështu që fiks e gjej në ditën që bëj thonjë për t'i prishur, për t'i kërvishur, e kam kështu rutinë. Okej, përgati 10 minuta, thot kjo, pastaj shtojmë kostin, lëkur limoni. Unë limon nuk kam, kështu do ta bëjmë pa limon. Derisa të bardhët e vezëve më vete, derisa të bëhen shku me bardhë. Kjo punë do shumë punë, për të bardhët të vezëve. Sigurisht që për kost përdorin kostin pa laktozë. Të jemi të sigurt që mund të ham pa probleme kekun. Gjalpin e shkrira, donte rreth 50 gram gjalp, që ta vëm për të shkrirë. Okej, po e mund të vajzë të shkri dhe gjalpi. 1 minutë e gjysmë, besoj ka okej. Ose po edhe 2 minuta, më mirë të jemi brenda. Ndërkohë kjo e rravura e të bardhës ma mori shpirtin. Duhet një rravës elektrik, po nuk është të gatuaj shumë e buzësira, kështu që e kam të pa nevojë që nuk ushin në time. Okej, ndërkohë e kam shkrirë dhe gjalpin, e kam këtu, nuk e di pse u nxjerr shumë dhe filloi të spërkaste nëpër mikrovalë, por mendoj se e pastrova dhe mikrovalën, kështu që e përzijemi dhe gjalpin, besoj na ka ngelur mielli tani. Tani miell na duhet 250 gram. Në sfond kemi përputhen. Nuk e di po diskutoni me motrat për këto personazhet televiziv, si vishën domethënë në televizion, dhe po thosha që Veki Pojani për mua është ndër gocat që vishet më bukur në televizion. I përshtatet dhe orës që është formati i saj, edhe skenës, dhe të gjitha, kur shoh sot Mekin të veshur, ka veshur një palë pantallona lëkure gold, edhe një bluzë me motive, që nuk më pëlqeu fare, e di që ka dalë në mod, por jo, në përgjithësi ka veshur shumë klas, shumë fine, dhe i ka vërtet shumë të bukura. Ndërsa kur mos folu pastaj për personazhe që vishen skandal, që dhe vetë Aulona, për mendimin tim Aulona s'ka ditur fare asnjëherë të vishet, po edhe gocat që thonë që janë të ftuara që janë personazhet e emisionit gocat, që duan të takojnë meshkujt, gjithmonë ato vishen shumë keq, historikisht, veshin ca fustane brëmjesh, me xixa, me bure, në një emision që është në 6:30 mbas ditës, të mos gaboj. Nuk më pëlqen fare, po fare. Edhe dhe fryrësin. Okej, kjo thotë e tavën fikse duhet 24 cm, unë nuk e di se sa është kjo tava, por gjithsesi besoj se është okej. Thoshte duhet të jetin dhe disa lërshtryet e prera në kubik. Okej, e di që këto lërshtryet duhet të lyhen me pak miell, për faqe që mos të bien në fund të kekut, për të rinë në mes të përbërjes, prandaj spërkaten me pak miell. Edhe këto i hedhin te përbërja, dhe i hedhin në tavë dhe gati për pjekje, dhe kamera ime po fiket për bateri për pakës. Okej, kekun e bëra gati, shikojni sa i bukur që del, dhe pastaj kur piqet që bëra të ngjyrën e artë sipër, dhe është super i shishëm, kështu që e kam gati edhe për mëngjes të shpejt. Besoj në 180 gradë duhet të jetë, por po shoh njerëz si thot receta. 180 gradë. Okej.
Ajo thoshte për 35 minuta, kështu që po e vendosa unë komacin për 40. Dhe e vum edhe kekun për të pjekur. Si provova fare këto lështryte si ishin. Qënë të mira. Import ishin. Një di nga sa të përputhen, një zhurmë për veshët, realisht vetëm debate ditë bëjnë, debate koti. Në kaq vite përputhen, ndoshta sezonet e para dhe i kam parë pak më shumë, tani nuk shife me sy fare, por nuk i kam parë një herë të bëjnë një takim të hajrit, të dalin, si dy persona që vërtet duan të njihen me njëri tjetrin, të tregojnë për fëmijërinë e tyre, për gjërat që kanë qef, ku diun për shkollën që kanë mbaruar, ushqimi preferuar, vendet që kanë qef të vizitojnë, kujtime që kanë me shoqërinë, të flasin për jetën e tyre, flasin vetëm për budalliqe. Okej, e kuptoj që janë në ekran edhe ndoshta nuk duan disa gjëra t'i tregojnë, të jenë pak më të stepur, po më shko fare në atë program, një shumë të çuditshme njohje. Dhe qofse vërtet domethënë njohjet që bëhen në ditët e sotme mes të rive janë kështu, ka mbaruar punë romanticiteti, lidhje, dashuria është transformuar totalisht, domethënë nuk është fare si ka qenë dikur.